Ky nuk preket edhe në shumë plane. Pra edhe për ta heq, edhe për t'i bërë një rang, se këta, po t'jen këta të mos kenë duart e lidhura, këta të fusin burg. Pikërisht, prandaj, po i marrim gjithë godasin ekonomikisht, pa ajo që fundit dhe fizikisht. Se nuk është dumani që të godasin këta, se edhe i ka familje, edhe i ka fis. Jo, goditur në thojza në aspektin ligjor. Nuk është fisi Berishës me i malë se fisi im, po ta mojmë kështu. Sikur dhe 5 vetat kemun. Ose fisi Ramës me i malë se fisi im, me fis pasaj nuk i ditë si dalim. Po këtu nuk bëhet fjalë, ti ta godasësh. Aty ku s'lejohet, ka ca vijat kuqe. Ka ca vijat kuqe. Se këta për reks tyre, do kishin ngrirë gjithë dynjan, po nuk e kanë atë. Se ka ca që thonë, këtu e ke, nuk shkon më. Pse si u tëroj Berisha, këta e spurdhjak njerë, ta nuk janë pavarë. Po ka i bën Çeço presidentin e Siris, edhe shkon ndryshon ai edhe pamjen, edhe retorikën gjitha, s'po bëka këta. A e mori Berisha pushtetin me vrasjen e Zemajdarit. Pse e lëshoj? E di madhe i vogël, me një telefonate ka lëshu. Futu shduku atje, bëna zyrë, po nuk u fute, do ashtë më i ballit. Kjo ka qenë. Ti është bashkëpunëtor të më të ngusht ti, që kanë qenë me cilët unë kam punu. Ma kanë thënë. Kështu që mos mendoni që këta ka ca gjellë që dalin kështu janë kaq trima. Këta e njohin mirë. Edhe u bën keq pasaj njerëz të tij. Pse u prish me Izet Axhin? Kishin pushtuar televizionin. Na tradhuan ta Izeti. Jo, më nuk tradhoi. Ky njeri pa lëkurën e vet. U tëroj se nuk e mbante dot në kurizmë. Ja thanë atij, je ti përgjegjësi, do japësh hesap ti. Kjo është e vërtetë. Kjo është vizita të humanit. Unë kështu kam lexuar, si gjë më tepër. Ky njeri është i joni. Prekeni po doni. Mund të ketë pasën e kërcënim, se këta i mbajnë, këta kur duan kalon në hundët tyre edhe në rina, se sot kalon, mund t'jesh me 100 vrasje, po duan këta kalon, po duan këta. Kjo është. Dhe shqyqyri që ka dhe Amerikë, i paktën jep sa garancira, se t'jep për këta të vrasin natën qajnë ditën pasaj. As i kemi bes fare, as nuk besojnë fare të mirësia tyne, janë detyruar të jenë deri diku minimalisht gjojat mirë. Të ketë sigurtë. Më të poshtë nuk gjenë, se kjo lloj race, se ne kemi prodhuar i racë tjetër tani. Jemi të tërsuar domethënë dhe kemi prodhuar të racën e pushtetarit shqiptar, nuk ka domethënë. Nëse do të dojnë nesër edhe kinematografia botërore të marri të poshtrin, intrigantin, pisanjosin, si njeri që mund ta ketë vizatuar me fjalë për shembull Molieri, La Fontaine, anë tjetër, le të vinë marrin to fotot e tyre. Edhe nga afër gjem me ato mizanskenat e vogla se ku e ka ta ndisur. Njëri është bashkuar unda me mjekrën, i ka dalë shtrigania fytyrë, është trembruar në asnjë lloj pozicioni, nuk e shef drejt. Dhe akoma do të merret politikë. Ky tjetër është plak, duket si kur është babai im, edhe pse është 2-3 vjet me mua diferencë, nuk e di tani. Si mendoni, kush do jetë kreu i ri i SPAK-ut dhe a do të ketë të njëjtin nivel goditje si në rastin e Altin Dumanit dhe kush mund të jenë ata zyrtar të qeverisë apo qoftë dhe të opozitës që rrezikojnë të goditen nga SPAK-u pas zgjedhjes së kreut të ri në vijim? Tani këta kanë kufizuar zgjedhjen e kryetarit të SPAK-ut me personat që janë brenda. Për mua duhet të hapnin garë. Edhe se kush do jetë nuk ka rëndësi. Këtu, kudo që të vësh vendin në një vend qeverisje, kanë kaluar disa muaj qeverisje, mbaroi punë. Merr arrestoj se janë brenda të gjithë atje. Pa mëshirë fare. Nuk të çon njeri këtu kryetar institucioni, po mos i shajdut. Dhe do të kapin edhe ca persona që kanë ndihmuar kështu në përzgjedhje, edhe ca që kanë marrë premtime për koncesione për tendra për kështu. Ne i dim si funksionon. Ta të vazhdojnë të bjerë. Këtu ka nevojë të lirohet mirë toka. Këta duan të bëjnë bashkëfajtor sa më shumë.
që thonë ky është një popull i tillë që këtu dështon dhe vetë Zoti domethënë. Jo, nuk do jetë kështu. Unë mendoj që kam një vizion që më duhet edhe sikur e shoh në herë, besoj domethënë që kur të filloj pastaj nuk do na lejmë. Po të jetë ta bëjmë për arsye, jo vetëm të frenojmë vjedhjen që po çon deri në fund. Po të kthejmë brapsh aq sa mund të kthejmë. Kthejmë brapsh aq sa mund të kthejmë. Dhe besoj do të kthejmë brapsh. Pasuri. Shqiptarët, po dëgjonin fjalën time, nuk do kisha asnjë shqiptar pa shtëpi. Nuk do kisha asnjë shqiptar në minimumin etik. Thjesht lojët e fatit ti kthesh të punojnë për shtetin, nuk do ketë më pensione dhe rroga të vogla edhe ndihmë sociale në minimumin etik. Janë mbi 1 miliard e ca euro. Edhe shkon në xhepat e tyre, më të mëdhenjve domethënë. Edhe Spaku ku do arrestoj? Po sa arrestoj këta të mëdhenj, është e kot, ta mbylli. Ta mbylli kioskën, mos ta mbaj më. Mos ta shesin dëngla. Ta arrestojnë prokuror që ka brenda vetes të llumit, policët pafund që janë kthyer sindikat krimi, gjyqtarët edhe funksionarët për të lartë. Ne duhet të heqim imunitetin e deputetëve për ballë arrestimit. Ne duhet ta barazojmë korrupsionisht as tradhti, unë të jap besim tim tradhtonsi. Unë të jap besimin. Po çfarë do vi pushtosi mua të më vjedhi që do ketë tradhtar ta ndihmoj pushtosi. Do më pushtoj për të vjedhur. Ti më vjedh ti dhe më çon jashtë. Dhe begaton. Kemi pisanjos nga fshatat e Presës dhe Korçës, ish ministër Berishës, që ka çuar para pafund në Filadelfia. Një pisanjos që ecën shtrëma ku ecën rrugët kështu, si mefshë. Kështu që vazhdojmë, duhet çuar si gjithë qeverisjen, gjithë kryetarët e bashkive në rrjesh, kryetarët e komunave, drejtorët të çdo, këtu është për të instaluar nga një spak në çdo ministri. Edhe një kryespak në kryeministri. Pële, me gjithë peshku qerpë nga koka, ta fillon nga koka. Po si që bëri pis të vënd, se ne si ishim Hajdut, ne nuk dolëm Hajdut nga koha e Enverit. Hajdut na bëri Berisha, na bëri Ruli, edhe vazhdojmë pasaj me Fatosin, me Metën, me Ramën e me të gjithë. Hajdut na bën këta. Ne si ishim Hajdut. Pasaporta shqiptare ka qenë më nderuar deri në vitin 90. Se flasin për Enverin, ta që i marshin të keqin këta Enverit. I s'kan guxim ta thonë këta. Ta vdesin krahasohen me Enverin. Janë pasardhës të atij, duhet më thëmë. Jo, i marrin të keqin, s'kan të ati fare. Enveri me këta s'ka lidhje fare. Këtu ndajnë Daç pëlqet, daç jo. Këta po të bënin diçka më shumë se Enveri, do flisja unë. Nese këtu, nuk e mban më mirë atë kotit. Le tani. Ai të ka thonë cop, kjo është diktaturë proletariati, të mos e prek. Shkeli ligjin do shkosh atje. Me teoritë e këtyre, këta, pastaj kishin këta guxim, dilin këta përballë Enverit, po le tani. Le nuk krahasohen këta fare. Ne duhet shohim në parametrin shtet. Bëri shtet, bëri dhe zogu para ti, bëri dhe ai. Kurse këta bën shtetin e kriminalëve, këta nuk e besoj dotën. Këta vetëm imagjinata ka kapur, pirati u bë pap. Të nuk mund ta besoj unë, që shteti shqiptar si ka qenë, e mban më shteti shqiptar ti. Unë e shoh në unë e shoh në këtë vështirësi tjetër. Unë jam më jo, po le drejtat e njeriut, ato i dim, drejtat e njeriut i dim se unë kam qenë grevurie për të hequr atij emrin. Prandaj s'ka komplekson kur flas. Jo, dakor, po përderisa vrau njerëzit e ditur, ata që dolën në tjetën, ka vrau, se këtu po qenë që ka futur në burg ato kape kursal. Atëherë ka qenë si këta llapaqenën që mblidhen ke klani. Po kanë qenë njësoj mirë pas ka bërë pra. Se duhet shohim tani këto reminiscenca, si jemi ne. Sa pseudo intelektual pisanjos që paguhen për të folur edhe bëjnë lloqe. Ne po flasim këtu tani edhe du të shohim ap pasapi. Si ishte shteti?
Ishe burrni e madhe ti dilje përballë shtetit. Ka pas represion shtetëror, ka pas diktaturë. Po kishte ligje më, nuk vjedhje dot më. 2000 lekë më tepër të vjedhje, të dilje suficit ose 2000 lekë më shumë deficit, shkojnë në burg.